Saranda është një nga destinacionet kryesore të turizmit në Shqipëri. Patjetër, Bashkia çdo vit përgatitet për të promovuar destinacion. Kur vjen sezoni përgatitet për të marrë masa për të rritur shërbimet në qytet. Një nga shërbimet kryesore është edhe rendi dhe siguria. Prandaj edhe sot jemi mbledhur këtu. Turizmi është shumë delikat dhe ka nevojë për siguri. Nuk mundet që turistët e huaj të mirë dhe të jeni vend pasigur. Dhe prandaj jemi të gjithë sot institucionet këtu për të reaguar dhe të treguar që turizmi i Shqipërisë do vazhdojë më i sigurt se kur. Përshëndetje gjithëve, nderuar kryetar, nderuar drejtori i Përgjithshëm Policisë së Shtetit, drejtori i IKMT-s. Ngjarja e javës shkuar na tregoi pikërisht se çfarë ndodh kur papërgjegjësia e dikujt që ka për detyrë të zbatojë ligjin lejon një aventurë duke e konsideruar se mbetet në kufit e lokales. Saranda, por jo vetëm Saranda, gjithë Bregdeti shqiptar është pasuri kombëtare. Do të thotë ka interes kombëtar. Nëse dikush mendon që interesat vetjake mund të heshtohen në kufite lokales, ka shumë gabim. Ajo çfarë pam ne dhe reagimi i shpejt i policisë së shtetit, i strukturave përgjegjëse për mbikëqyrjen e efektive të policisë, ishte vetëm mesazhi i parë që ne japim për të treguar që kjo gjë këtu nuk mund të jetë një lojë, edhe ne të presim sa të ndërtohet betoni 7 kat apo në mes detit e të reagohet. Dhe pa vetëm efektivet e policisë, po sigurisht, sepse ato kanë ato përgjegjësinë për të garantuar sigurinë dhe ushtrimin e detyrës nga çdo punonjës tjetër, dhe ajo çfarë është më e rëndësishme, se si ndihen qytetarët në raport me ligjin, raport me konkurrencën e ndershme, raport me turizmin, aseti më i madh kombëtar që ne kemi. Kështu që patjetër kjo kërkon një hetim të thelluar përtej përgjegjësisë direkte të atyre punonjësve që kanë neglizhuar më e pakta apo janë bërë palë dhe kanë flirtuar me palishmërinë. Dhe këtu përfshihen edhe strukturat e tjera përgjegjëse, si IMT, IKMT, Polici Bashkiake e tjerë. Dhe kjo vlen jo vetëm për Sarandën, kjo vlen për çdo cep të Bregdetit shqiptar. Kjo është arsyeja sepse në takim këtu janë të pranishëm edhe drejtori vendor për Vlorën, edhe shefat e komisariateve, edhe personat e tjerë që kanë përgjegjësi dhe role të caktuara. Kështu që absolutisht mesazhi është shumë i qartë. Ka dy rrugë për dikë që ka për detyrë të zbatojë ligjin. Ose të bëjë detyrën me nder, edhe këtu ka shumë të tillë, sepse u tha që është shkri komisariati. Jo, tu ka shumë punonjës tjerë që nuk janë bërë palë, edhe i përgëzoj dhe jam edhe për t'i mbështetur ata, qoftë strukturat të rendit apo strukturat të tjera, por çdo kush tjetër që mendon se mund ta bëjë diçka të tillë, atëherë llogarit i bëj vetë. Raport me punën që mban, edhe në raport me drejtsinë. Përveç ndërtimeve pa leje, ka një tjetër gjë që është pa aq e rëndësishme. Siguria edhe perceptimi i sigurisë nga qytetarët. Qytetarët sot, teksa do shtojnë flukset e turistëve, do ishte papranueshme në xhirin gomash, e jo më të mendojmë armbajtje pa leje, edhe intimidim, edhe presion, apo nuk e di çfarë lloj mënyre tjetër. Dhe kjo është e parë një përgjegjësi direkte e punonjësve me uniformë. Kanë për detyrë mos mbyllin syt, po shkojnë atje të tregojnë vendin çdo kujt që mendon që mund të bëjë zap një qytet të tërë. Kjo është arsyeja sepse ata kolegë tuaj që duhet ishin sot tavolinë nuk janë mes jush, po përballen me drejtsinë në këtë moment që flasim. Kështu që ka vetëm dy rrugë për ata që kanë dalë për zot ligjit. Ose ta bëjmë punën me nder, ose ta lëmë përpara se të jetë tepër vonë. Saranda, Vlora, Himara, nga veriu deri në jug, Bregdeti shqiptar
është e mirë publike, i përket shqiptarëve. Është interes kombëtar. Nuk është interesi e atij që ka detyrë me zbatu ligjin, po mbyll syt edhe pastaj gjithçka tjetër është ajo çfarë sjell produkt si ajo që pam javën e shkuar. Doja të ndaj këtë mesazh me ju, duke theksuar që siç edhe tregon dhe pra një drejtori i përgjithshëm në krahun tim, kjo absolutisht të marrë gjithë vëmendjen e nevojshme edhe në kuptim të hetimit. Gjithë secili për jush ka një rol, ka një përgjegjësi të caktuar. Dilni për Zot përgjegjësisë kjo u është dhënë, edhe në fund ditës të ruajmë atë imazhin e mirë që kemi ndërtuar me shumë mund për Begdetin shqiptar, për turizmin, dhe ne nuk mund të lejojmë për shkak të 1, 2, 3 personave që të cënohet një diçka që është shumë herë më e madhe se sa jo interesi i tyre vetjak, po, po edhe se sa kufit e një zone, një qyteti apo një bashkie e caktuar. Për gjithë ata që e bëjmë punën me përkushtim dhe nuk pajtohen me aventura të tilla, vetë se përgëzime edhe i mbështes. Por, zero kompromis për çdo tjetër që duhet i bëj llogarit me veten. Shumë faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Përshëndetje të gjithëve, i nderuar ministër, i nderuar kryetari i bashkisë, të nderuar të gjithë pjesëmarrës. Policia e shtetit është një organizatë në mbrojtje të ligjit, në mbrojtje të qytetarëve dhe në shërbim të tyre. Ky është misioni ynë dhe mbi këtë mision ndërtohet që duhet të kemi besim tek qytetarët dhe te uniforma e policisë shtetit. Sot ne vim pas një rasti ku disa punonjës të komisariatit Sarand janë arrestuar dhe këtu jemi për të dhënë një mesazh të qartë dhe nuk jemi thjesht për të folur për një rast palishmërie. Askush nuk është mbi ligjin dhe uniforma e policisë shtetit nuk do të përdoret kur si mburoj për palishmërinë. Prandaj ndihemi keqardhur, por njëkohësisht edhe i vendosur përpara kësaj sfide të madhe, ku një nga komisariatet më të rëndësishëm të vendit, që funksionon dhe vepron pothuajse si nivel drejtorie qarku, janë arrestuar drejtuesit dhe punonjësit e tij. Prandaj është e papranueshme për integritetin e policisë shtetit. Është e papranueshme për mua si drejtori i përgjithshëm që një punonjës të bëhet palë me shkelësit e ligjit. Pra, kushdo që mban uniformën e policisë së shtetit duhet të jetë në anën e ligjit dhe të qytetarëve e jo në anën e palishmërisë. Kur një punonjës policie ose një punonjës i agjencive ligjzbatuese devion nga ligji, nuk dëmtohet vetëm institucioni jon, por dëmtohet besimi që kemi arritur ta ngrejmë shumë mund midis qytetarëve dhe nesh. Prandaj reagimi ynë duhet të jetë i menjëhershëm, i fortë dhe pas një kompromis. Por për këtë arsye duhet të jem shumë i qartë, ku veprimet e disa individëve nuk përfaqësojnë gjithë policinë e shtetit, por policia e shtetit mbetet e vendosur për të parandaluar dhe goditur fenomenin e ndërtimeve pa leje dhe çdo palishmëri tjetër që ndodh në territor, nga ai më i vogli deri tek krimi i organizuar. Prandaj duhet të veprojmë shpejt dhe me kurajo të fortë në këtë drejtim. Policia vërtet ka barrën kryesore për goditjen e palishmërisë, por ky është një proces që kërkon bashkëpunim dhe koordinim të përhershëm dhe periodik me të gjithë institucionet. Pasi të vetëm ne nuk mund t'ja dalim. IMT-ja, Policia Bashkiake, IKMT-ja dhe të gjithë institucionet e tjera që operon dhe vepron në Sarand dhe mëtej duhet bashkëpunojnë ngushtë për të parandaluar këtë palishmëri. Prandaj, secili prej këtyre institucioneve duhet të marrë iniciativa, duhet të jetë i vendosur dhe të ketë konstatim periodik ndaj çdo palishmërie, duke mos lënë hapësira për tolerim. Nëse ne nuk tolerojmë sot, do jemi më të sigurt nesër. Ndërtimet pa leje dëmtojnë imazhin e qytetit, cënojnë zhvillimin urban, rëndojnë infrastrukturën, dëmtojnë pronën publike dhe private, por mbi të gjitha dëmtojnë të ardhmen turistike të Sarandës. Prandaj një qytet që është një nga destinacionet më të rëndësishëm dhe kryesor, ne duhet ta ruajmë si sytë e ballit që kjo gjë të kthehet në
të ardhura për qytetin, të ardhura për shtetin ligjor dhe për investime të mëtejshme në një hap të dytë. Prandaj, reagimi ynë duhet të jetë i bashkërenduar dhe i përbashkët. Jemi dhe në prag sezonit turistik dhe bashkëpunimi institucional është më se jetik, jo vetëm për parandalimin e ndërtimeve pa leje, por dhe për garantimin e rendit të sigurisë publike, kontrollin e plazheve, sigurinë në det, kontrollin e mjeteve lundruese dhe krijimin e standardeve që qytetarët dhe turistët presin nga ne. Pa diskutim, drejtësia duhet jetë më e fortë dhe e vendosur ndaj çdo punonjësi publik apo ndaj çdo shtetasi që shkel ligjin dhe cënon interesin publik. Prokuroria është mburoja jonë në aspektin e zbatimit të ligjit, ndërsa gjykata është pasqyra e punës sonë, duke garantuar që të gjithë ata që janë përgjegjës për palishmëri, përfshi rastet e ndërtimeve pa leje, të përballen me drejtësinë. Cilido qytetar që disponon informacion, qoftë dhe për neglizhencë të punonjëve të policisë në dëgjimin dhe trajtimin e shqetësimeve të qytetarëve apo të rasteve të palishmërisë, jo vetëm në fushën e krimit mjedisor, por në çdo palishmëri tjetër në terren, nuk ka vend për mbyllje sysh dhe bashkëpunim me shkelësit e ligjit, por na informojnë 24 orë në 7 ditë javës dhe ne patjetër që do jemi aty për të gjetur kurajon, forcën për të goditur çdo palishmëri. Prandaj, në këtë kuadër duhet të siguroj qytetarët e Sarandës, por jo vetëm ata, që policia e shtetit është prezent për t'i çuar para drejtësisë dhe pa asnjë hezitim të gjithë shkelësit e ligjit. Zbatimi i ligjit për mua si drejtori i përgjithshëm i policisë dhe për institucionin që drejtoj është primar, ashtu siç është dhe primar shërbimi ndaj qytetarëve. Përmbushja e këtyre objektiveve kërkon integritet, vendosmëri, vullnet, bashkëpunim real me të gjithë agjencitë ligjzbatuese. Prandaj, nga ky standard nuk do të riqem asnjë moment gjatë ushtrimit të detyrës. Qytetarët kanë nevojë të besojnë te policia e shtetit dhe ky besim arrihet dhe fitohet me veprime dhe jo me fjalë, me ndershmëri dhe me rezultate konkrete. Ata presin nga ne jo justifikime, por rezultate dhe detyra jonë është që t'u japim ato. Shumë faleminderit kryetar për nga kemi organizuar. Do të them një fjalë për sa i përket territorit në bashkinë e Sarandës. Kemi një situatë jo normale me gjybim bërtetare për shkak të tentativave të ndryshme për ndërtime pa leje jo vetëm në zonën Akodetit, me vizitarit e ashme, por kemi të tentativa ndërtimi dhe në banesa që kanë fshatra të re, zona e Psamilit sidomos, në banesa private, por dhe në objekte të cilat i përkasin hotelerisë. Ka një aktivitet të shtuar në fushë për alternativa të përliqme, nga anës Inspektoratit Kombëtar janë zhvilluar disa kontrolle, është dashur ndërhyrja jonë në disa objekte, ka prishur disa objekte muajin e fundit në territorin e Bashkisë Sarandës, janë vendosur gjoma dhe ndaluar disa punime që kanë nisur të bëhen në këtë zonë. Unë doja të ngria një shqetësim për veprimtarinë e IMT-s së Bashkisë Sarandës. Duhet rritur parandalimi dhe pastaj të shkojmë tek masat administrative që janë prishur dhe gjonë. Duhet të jetë më prezente në territor, duhet të veprojmë më shumë masa, gjithashtu duhet që bashkëpunimi midis policisë bashkiake edhe policisë shtetit të jetë më i fortë në fushën e parandalimit të ndërtimeve pa leje. Nuk mundet që t'i vësulemi territorit, siguria i kushtues, harmonia në qytet, bashkëtesa midis bizneseve, aty që ndërtojnë dhe qytetarëve të tjerë, duhet të jetë normale. Nuk mundet që qyteti Sarandës të ketë të lloj situate dhe unë kam qenë gjithmonë bashkëpunues, jam në bashkëpunim dhe në bisedim të vazhdueshëm me kryetarin e bashkisë, por dhe me drejtorin e përgjithshëm policisë, për të bërë sa më shumë të mundur parandalimin e ndërtimeve pa leje dhe gjetjen e një ekuilibri edhe harmonie në qytet për të pasur një turizëm të suksesshëm dhe siç i takon me vërtet Sarandës, të cilin
për fatin tim në njoh mirë. Saranda është marrë si qytet i qetë, i shtruar, në cilin ndjej për bërë turizëm, për të jetuar, për të ardhur me gjithë familjen, me miq dhe me shokët, dhe të ndjej Saranda. Nuk duhet të lejojmë që Saranda të ketë një situatë të tillë. Unë ju falenderoj shumë për takimin e sotëm, falenderoj ministrit për gjithë organizimin dhe përftesin që kemi bërë mua. Inspektorati Kombëtar do jetë gjithmonë në krye detyrës, në zbatim të ligjit për gjitha ato fenomene që realisht janë në kundërshtim me ligjin, pa i rënë askujt i qartë, vetëm i respektuar ligjin. Shumë falenderoj.